Problemi dhe këto për në qytetë. Segmenti rrugor që lidh qytetin e Librazhit me Prinjasin dhe me rrugën Qukus Qaf Ploç do të vazhdojë pa afat të jetë i bllokuar pasi edhe gjatë ditës sotme është konstatuar se për gjatë gjithë segmentit të dëmtuar në vendin e quajtur Arrat e Dragostujës ka patur një zhvendosje dhe fundosje të tokës nga 5 deri në 10 cm. Situata duket tepër dramatike pasi është kthyer në një gërmallë të pakalueshme edhe për këmbësorët, që prej ditës së djeshme është bërë me dije se po punohet nga specialistët dhe po bëhet një studim për të përcaktuar të ardhmen e vazhdimit të punimeve në këtë segment rrugor. Paraprakisht thuhet se duket e pamundur që punimet për zgjerimin e këtij aksi të korridorit 8 është e pamundur, por gjithsesi vendimin do ta marrin specialistët. Aktualisht është duke u diskutuar për pezullimin e përhershëm të punimeve në këtë segment rrugor dhe për të vazhduar më pas me një segment sipas një projekti të ri, i cili sipas burimeve jo zyrtare thuhet që do të kalojë përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin. Kto janë të dhënat më të fundit për sa i takon zhvillimeve, ndërsa situata e theksojmë është dramatike në të gjitha aspektet, pasi jo vetëm që është dëmtuar ky segment i rëndësishëm i rrugës kombëtare që lidh kryeqytetin me rajonin e juglindjes së Shqipërisë, është dëmtuar një shtyllë e tensionit lart e cila aktualisht është duke u demontuar. Gjithashtu ka psuar dëmtime serioze traseja e rrugës hekurëllore që lidh Librazhdin me Prinjasin, ndërsa pasojat vazhdojnë të shtohen gjithnjë e më tepër dhe të marrin për masa katastrofike, pasi edhe një pjesë e lagjes që shtrihet përgjatë këtij segmenti rrugor tashmë ka psuar zhvendosje dhe rrshitje dhe të paktën 3 banesa thuhet që kanë psuar dëmtime të lehta dhe që për ditës djeshme është kërkuar largimi i banorëve të familjeve që jetojnë në to. Ndërkaq që situata për sa i takon qarkullimit të automjeteve mbetet kaotike. Aktualisht një pjesë e autoveturave të cilat udhtojnë nga kryeqyteti drejt Korçës dhe ana Sjellas kanë zgjedhur një rrugë rurale në dalje të qytetit Librazhdit nga fshati Spathar, e cila lidhet me rrugën antike Egnatia, më pas me fshatin Dardhë dhe Hotolishtin, por fluksi i shtuar i automjeteve e ka të pamundur për ta përballuar qarkullimin në këtë aks rural ku kërkohet edhe ndorhyrja me mjetet të Agjencisë së Shërbimeve Publike dhe të kompanive të cilat punojnë në këtë aks për ta përmirësuar gjendjen e saj. Ndërkaq që edhe pasojat social-ekonomike janë të shumta, pasi prej disa ditësh i gjithë personeli mësuesve të cilët punojnë në shkollat e fshatrave të njësisë administrative Hotolish dhe të bashkisë Prinjasit, i punonjësve të mjekësisë, infermier dhe mjek, ju duhet një kohë shumë e gjatë për të mbritur në destinacionet ku ato punojnë dhe për të kthyer në shtëpi. Kështu që është një kompleks problemesh dhe pritet gjatë ditës sotme të kemi një komunikim dhe nga autoriteti rrugor shqiptar se cili do të jetë fati i këtij segmenti rrugor në të ardhshëm. Do të vazhdojnë të kryen punime në një të ardhme apo do të fillojë ndërtimi një segmenti të ri për të bërë të mundur rilidhjen nëpërmjet transportit automobilistik të Tiranës me rajonin e Shqipërisë juglindore.